Kush ma gjen këtë gjallëzën? Nuk është magjistar, ama shtupën e kthen në mëndafsh. Kush është? Përveç se parukierit tim besnik Klajdit. Atëherë, shikoni si mi ka bërë flokët si mëndafsh. Realisht janë si mëndafsh, t'i kthejmë edhe para. Atëherë, propos shakas, realisht Klajdi është, domethënë, punon shumë mirë. Shërbimin e bën me kujdesin maksimal, domethënë për flokun, bën shërbimin e duhur dhe e kuron flokun në detaje. E para, e dyta, cilësia e bojës është shumë e mirë, shumë cilësia, domethënë numër 1 për mendimin tim, sepse unë jam një person që i vërej shumë detajet për sa i përket kurimit flokëve. Dhe po t'i shikoni videot e mia në fillim, flokët i kam pas tamam si shtup dhe shikoni në çfarë gjendje i kam tani, që janë për marshallah, se mos i marrim sysh. Dhe e treta, kushdo flok që t'i rriten, se ka të bëj shumë edhe dora e parukierit, dhe Klajdi ka dorën shumë të mirë, flokët, domethënë mua më janë rritur që kur kam shku, t'i bëj prerjen te Klajdi. Dhe normalisht edhe ngjyra, ka të bëj edhe shumë ngjyra, sepse jo gjithë parukierët e qellojnë ngjyrën e flokëve ashtu siç ti e kërkon, siç ti e dëshiron. Dhe Klajdi, për mendimin tim, është më i miri nga të gjithë dhe ju sugjeroj me kënaqësinë më të madhe të shkoni dhe të bëni super pjeshka si unë normalisht dhe pa filtra si gjithmonë. Ju puq.